nuk po themi në emisionin më të, por le të themi mirë se erdhët në një ndër emisionet më të ndjekura dhe më të komentuara. Në fund të fundit, kjo është edhe arsyeja jonë pse bëjmë show. Kështu që mirë se erdhët në Why Not, këtu në Ora News. Episodi i sotëm është o zot. Për fundja fundit u kështu them për çdo episod. Po pse jo? Në çdo episod njëri nga tjetri bëjmë diferenca dhe tregojmë që vërtet jemi AMG 6 benzine, se mu morë dhe goja mu morë. Madje, kur kaloj rrugëve me smartin tim të vogël të thyer, më thonë njerëzit, Roza, ku e ke AMG-n? E kam studio. Këtu është AMG-ja. Miq, episodi i kaluar pati shumë buj, le të themi shumë buj. Ishte një ndër emisionet më të ndjekura, kishim të ftuar Altin Sulkon, i cili bëri një super performancë, për herë të parë u ngrit publiku dhe kërceu. Ja Allah ta di kështu dhe plas me muzikë popullore gjithmonë. Me muzikë turbofol që ju të vini t'i ngranojni këtu me mu, se ne vdesim për i qik për të kërcyer, ne vdesim për i qik atmosferë, që pse jo? Prezentova Altin Sulkun duke marrë parasysh feedbackun shumë pozitiv, ndërkohë desha të thoja dhe për Baby G-n. Baby G ka patur një impakt shumë të madh këtu në studion e Why Not, si gjithmonë edhe herën e kaluar, apo si gjithmonë. Baby G vetë është një karakter në showbizin shqiptar që kudo që shkon, bën shumë zhurmë. Kështu që normalisht do e bënte edhe në studion e zhurmave. Le të filloj tani Why Not. Ku i kam publiku sepse duhet i ngranojemi pak. Ta marrim çik me pozitivitet, sepse unë nuk jetoj dot pa publiku që kam këtu në studio dhe të kënaqemi sa më shumë. Xhaxha, hajde të lutem më hap këtë bona sicilianën të mbledh veten dhe ju lutem publiku, hajdeni këtu shpejto se do bëjmë loja. Super loja. Hajdeni djema. Okej. Ja ku i kam sërish këta dy djema që kanë qenë dhe herë të tjera në lojë. Keni lozur të dy bashk? Bashk jo. Bashk jo të dy bashk. Po ti kur ke lozur, ke fituar? Ja, kam humbur. Ti kur ke lozur, ke fituar? Më mund një vajzë. Okej, nuk ka problem. Ç'është një horoskopi e zemër? Peshqit. Oh my god, peshqit janë shumë romantik, shumë të ndjeshëm, kështu që të lutem nxjerr Luani brenda teje dhe haje këtë lojë me vend. Yeah. Luani, jo, okay. Plotësoj njëri tjetrin. Ote, nxjerr Luani brenda teje, do të thonë nxjerr djalin këtu. Okej, xhaxha, hajde na sill veglat e punës, se sot kemi muhabet zhytje. Me zhyt topa, si zhyteni në det, si zhyteni në lup, ne këtu do zhysim topat në Why Not. Tani, kemi lojën me publikun. Është një lojë super fantastike, nuk kemi bërë herë tjetër, kështu që unë dua ta shijojmë në maksimum që të gjithë. Loja konsiston me jo të ndeturin në këmbë, por të ndeturin ulur. Pra do të thotë, mbrapa meje, unë kam dy djemë të cilët janë të ulur, këmbë kryq në tokë, dhe kanë 20 gota njëri, 20 gota tjetri. Kanë 20 topa njëri, 20 topa tjetri, dhe loja konsiston në djemët me sytë mbyllur, me këto jasliqet e syve, duhet të hedhin topat te gota. A jemi gati? Se mos kopjoni, ore. Ja. Ha? Pa problem. Luani t'ja kam frikën. Okej, në rregull. Fillojmë lojën. 1, 2, 3, ish! Jepini djema! Jepi! Bravo! Op, prit! Jepini! Jo shumë fort, se kërcet larg. Okej. Edhe pak. Jo shumë fort. Edhe pak. Tani, më duke se në këtë lojë keni dalë barazi. Të nuk e quajmë këtë topin së është në ajër, por quajmë një jeshil aty dhe një të verdh këtu, më falë zemër, se të kam këthyër malet e tropojës. Okej, atëherë, malet e tropojës, kodrat e liqenit. Avash, se do shkoj malet e tropojë, avash, të bo palestër.
Se mendon se nuk shkojmë? Okej. Miq, është momenti për raundin e dytë. Të bledim pak topat edhe lozim raundin e dytë. Topat. Shumë i qemi këtu në lojën tonë, kemi përballë njëri tjetrit, dy titanët, Peshi dhe Luani, deri tani ka qenë barazim, po nuk e dim se si do shkoj kjo loja në vazhdim, që secili nga këta të ikit te artisti Lanç te Oxhaku. Jemi 1, 2, 3, es! Vazhdoni! U mundova të bëja shako Oxhon, nuk e di se sa ja dola. Did I or did I not? Bravo Djema! Bravo Djema! Bravo! A i ati ti ku ande? Më duket? Po. Jepini! Opa! Bravo! Bravo! Jepi! Jepini! Qauni Djema. Shkoj, ajde një këtu afër meje. Shkoj si shkoj ky muhabet. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Duhet shkoni që të dy tek artisti Lanç të Oxhaku dhe të pini në emër të Why Not. Secili nga ju me të pime në i shoc aty, një për Why Not-in, një për njëri tjetrin, një për Rozalatin. Dhe na i shoqe me vetë. Na i shoqe me vetë. Luani zgjodh. Shif si Luani, bëj si Luani, jeto si Luani. Ashtu det. Tu në Why Not. Patjetër, djemë të publikut, loja për sot që fitoj këta 2 djemë të shkoni të artisti Lanç të Oxhaku dhe pini dhe froni, bëni tag mua, bëni tag bëni na një më ripost. Okej? Vazhdoni! Sa të mirë që i kam të çunat të publikut, edhe simpatik për më tepër, po asnjë nuk është më i mirë se sa ty, ua xhaxha. Hajde këtu i mbledhim këto topat, bashkë zemër. Paramsy! Tani, këtu në Why Not normalisht kemi edhe atë drejtaren tonë që ne japim support kushdo artist që ka një produkt të ri, një këngë të re, një klip të ri, një film të ri, çfarëdo lloj gjë të bukur që ka të bëjë, ja ku jemi këtu. Why Not, dyert e hapura. Promovoni talentin tuaj, promovoni projektet tuaja. Mos harroni të na shkruani gjithmonë në Instagram Why Not Show, gjithashtu dhe në Facebook Why Not Ora News, gjithashtu dhe në kontakte personale që kemi secili nga ne që jemi stafi këtij produksioni. Sa bukur që e thash, o zot. Për sot, do sjellim 2 djem shumë simpatik. Do t'i quaja zotri, po le t'i quajmë djem, sepse ata të 2 vinë si beqar jo të martuar. Kështu është edhe kënga që ata kanë bërë së fundmi, që do promovojnë këtu në Why Not. Ftojmë Bekim Zogaj dhe Gaza! Prezantimin e bëra Gaza, sepse të dëgjoja që të flisnin të drejtoheshin Gaza. Gazmend Kelmendi, tamam. Po art në art si e ke? Gaza. Po. Kështu që Gaza, më pëlqen. A je dhe ti si vetë fjala, je Gaz? Ashtu si sot. Why not? Why not? Se jo. Përshëndetje. Mirë se na erdhët në Why Not. Mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. Unë e di që ju nuk jetoni në Shqipëri, jetoni në Suedi dhe në Austri, bravo, dhe Suedi. Po. Më tregoni si është ande jeta, a e shofni çik Why Not-in? Po, se pare faleminderit për ftesën, ju përshëndes gjithëve. Faleminderit Bekim. Përshëndes publikun, që janë shumë mrekullueshëm. Po fa zemër që të japin. Dhe më tregu drejtën çdo emision që e shikoj te Why Not, entuziazmi i madh bashkohet me ty dhe me publikun që është gjithmonë. Kemi gjithë njëri tjetrin. Që janë shumë mirë dhe shfrytëzoj rastin që gjithë stafin e Why Not dhe ty gjithashtu t'i përshëndes shumë dhe gjithë ata teleshikues shumë që janë si nga Kosova, në diaspora, në Amerikë që shikojnë gjithë emisionin. Është e vërtet, e ndjekë shumë, faleminderit. Sepse di që edhe klipet këngët e tua ti bën vetë. Me regji, me xhirim, me më the, me të thash, kështu që bravo, ku ka më mirë. Faleminderit. Për sa vite keni që jeni që merreni me muzikën? Bekimi ti ke mbi 10 vjet që merresh me muzikën? Po, faktikisht nga viti 2009 ashtu e kam fillimet e para
kanë qenë që kom bo albumin live, ajo ka qenë aja nisme e parë. Bravo. E kam punu me një shok timin Valon Bibën, cilën e përshëndes shumë, është gjithashtu kompozitorë shumë i mirë, shumë kongë dhe hite që ka bo. Dhe pastaj kam vazhdu me kongë treja, kam vazhdu me shumë produksione tjera. Gjithashtu dhe Gaza është nga 2009 që merret, në fakt që nga fëmiria që merresh me muzikën, tamam. Që që sa mirë që jeni pozicionuar kështu. Po, vërtet. Po bashkë si u bët? Për të bërë këtë këngën beqara apo i martuar? Pjalo mas mirë i Gazmendit me të regu. Faktikisht na me Beke nifem jemi shok qësa, përveç edhe kolegë, por ka si ide, rastësisht kështu, bim mua bet, e si për edhe më thot, hej, Gaze, kam bërë një ide, që se ka bas njeri. Do vëdhan ideja është e Bekimit. Po, në fakt mbahet Bekimi për ide, kam dëgjuar për Dani, për shembull, i famshëm i Kosovës, Dani themu, Ramadan Dani. Dhe me emrin dhe pseudonimin, Gazmend Gaza, Ramadan Dani, gjitha shumë mirë njohje për Danin, sepse ka vite i mirritur me muzikën e tij, po di që dhe shumë këngë, një ndër këngët e tij është prononcuar dhe në emision, që ka thënë Bekim Zogaj më ka zgjedh këngën, më ka bërë këngën, kështu që e goxha i lakuar në këtë pjesë. Po faktikisht, atë gjohë kam bërë, falenderoj shumë. Mas pare falenderoj shumë për besimin që më ka dhonë për me ndru pak. Dani është ndër bilbilat e Kosovës. Është perla e muzikës shqiptare, me tregu drejtë. Një duar trokitje shumë bërë. Duam edhe ne në emision. Edhe në fakt më kalon dorë tha për mi përzjedh një kongë. Edhe unë isha në kontakt me Erken Syken. Më tha ti përzjedh një këngë. Edhe kam marrë Erken në telefonit dhe kam thënë kështu një këngë ma dërgosh. Ma ka dërgua mua këngë një lam të mirë që gjithë e njofin. Dhe i thash, Dani thash, këtë këngë duhet ta bësh me Erken Syken. Kjo është propozimi im, kjo është kënga. Nuk e di, thash, duhesh më gjosh mu. A deshën një për shbesimin. Kështu të gjoj dhe Gazmendi. Gaza kështu e një gjove. Edhe kështu, erdhëm Tiranë bashkë, e njëzun kongën edhe sot konga ka ofër 24 milion klikime. 24 milion klikime. Shiko se, një arsyes, unë e mora vesh të dhuntin tënde që ti ke, që i ke përzjedhjet shumë të goditura, përzjedhjet muzikore, materialet muzikore që ti përzjedh ecin fix si pas parashikimit tëndë. Kur ti logjikon është hit, del që është ashtu. Po mirë, po mua, do më përzjedhësh në i këngë se qoku duat fute më burë, po s'po dim. Po, mas porit, falenderoj nëse maja besimin, pas taj do të vazhdojmë, nuk është në një problem. Më pëlqeje shumë mirë sjellja që të kemë të. Falenderoj. Ideja Bekimit për këngën beqara për i martuar, kam një ide, ta danë. Po, më pëlqej shumë, më duk shumë interesant, që është temë që se ka përdor as njeri. Po. Edhe faktikisht është temë që e gjenë gjithë kush vetën, si a i martuar, ajo edhe, dëmëna, si beqari si i martuari. Normalisht. Edhe faktikisht edhe në besimin kompozitorit, autorit, Ilir Beran, që shumë i njohë. Me orkestrim Miti Gecit, më thonë, Kosovë. Cilën falenderojmë shumë që e ka punu në njërë profesionale. Kështu që ka qenë diçka e qëlluar, që ka dëshmu dhe më pa, dhe më thamë dhe projekte tjera. Po, qëllimi i kongës është, diçka është interesant. Është interesant se nuk kena marrë asë një koment negativ, ma të paktën. Okej, kjo është për duar trokitje. Kjo është fantastike. Aman në Beki se në shqiptarët desime me të ta prishit qik tripin, kështu që të mos marrësh asë një koment negativ, do thot që... Për zotën ka shumë mirë, nga gjithë publiku shqiptarë cilë dhe kanë komentu. Por jemi mirë njës se kemi dhe për këtë bëjmë, do thot. Muzikën që ne lansojmë, kemi dhe publikën që na përkrajmë. Bitë gjitha, që do jetë gjithmonë, që farë doloj brezi, këtë e kam dhe të vërtetuar personalisht. Po, falenderoj. Gaza, se e përket muzikës live, si me thonë, ka përvoj shumë ma shumë të muzika live, edhe të dasma të këto, po shumë vite. Edhe prandaj është shumë në për, se e përket këtyne mbrameve rinore, është shumë aktiv në për mbrame rinore, në për dasma, si të mas verës. Ma mbani këtu njerë muabetin, a mund të regoni një situatë për shembull që keni kaluar, një situatë të këndshme që keni dëshirë me e lançu? Po, ka ndodhë që nuk ka arnusja fare. Ja ka ndodhë. Kjo nusja pas ka shumë guxim. Imagjino tjetë për shumë nusja Macedonisë. E kanë dëgju këngën ma mirë beqar. Po, me siguri. Ndërkohë,
Jemi që jemi, ne patjetër duhet ta bëjmë gëzuar me një bona siciliana. Këto janë pyjet që kemi ne këtu në studion tonë. E kemi me mandarin edhe me lajm, është ai limon jeshil. E keni me kinoto, nuk e di fruta pylle e quaj unë këtë, se ka shien fix. Me sheg, apo kjo këtu që është me birë edhe me ginger. Këdoni nga këto ju lutem, se duhet ta bëjmë gëzuar. E po... Hapen një. Why not? Why not? Why not? Hapun këtë, italiane. Edhe njerë me si qohet kjo? Bona. Bona. Bona siciliana. Bona siciliana. Zuar. Djema, ndër bashkëpunimet, kush kanë qenë bashkëpunimet e tua më të suksesshme, Bekim? Po mendon për vete? Po. Po bashkëpunimi i parë është me Gazmendin. Bravo. Që kam bërë deri më tani. Po, që ka veçar sukses. Po. Se për shembull kënga Beqara po i martuar është fiks këngë për të ardhur në Why Not dhe për të bërë testin Beqara po i martuar. Po atë xhaxha. Mos sill të lutem vegla të punës se artistët nuk ikin nga kjo studio pa u filtruar njerë në këto lojra tona. Okej. Tani, në testin tonë, normalisht, se cili nga ju do ketë një nga këto, që e kemi në një kraq shkruan i martuar, në krahun tjetër shkruan Beqar. Unë do ju pyes dhe direkt të përgjigje, më mirë Beqar apo i martuar. E le lirshëm telefonin dhe se vret mendjen. Beqar apo i martuar? Po. Miqësit zjasin më shumë. Beqar apo i martuar? Po. Po, mërë. Po. Ke më pak borxhe. Beqar apo i martuar? Ke më pak borxhe. Vishesh më bukur. Beqar apo i martuar? Para dyjat. Beqar vishesh më bukur? Qëndronë, that's a fact. Kush janë më të suksesshëm në punë? Beqar apo të martuar? Më të suksesshëm në punë? Dyja. Të dyja. Okej, unë mendoj Beqar se ke më shumë kohë për të marrë me punën se sa me gjëra të tjera. Kanë makinat më të bukura. Beqar apo të martuar? Dyja. Të dyja? S'ka lidhje. Okej. Së muren më shpesh. Beqarët apo të martuar? Martu. Po me dy beqarët, s'ka kush kujdeset. Pse të martuar? Po pse... Muren më shpesh? Ishte dhimbja kokës? Ki ma shumë presion. Dhimbja kokës. Kupton. I presionit. Fair. Kjo është një pyetje që kujdes, se ka shumë kuptime. Kanë të dashura të bukura. Beqarët apo të martuarit? Unë do thoja, si pas statistikave... Okej, qëndro. Dhe pyetja e fundit, jeton më gjatë një beqar apo një martuar? Gaza jepe. Pra mishtemi, testi që kishim këtu me Bekimin dhe Gazmendin, ndërkohë, unë dua pa tjetër një performancë ta bëjmë këtu bashkarisht live këtu në studion e Why Not. Duke e parë, dua t'ja prezantoj pa tjetër të gjithë ndjekësve, të gjithë shikuesve të Why Not, Ora News, dhe gjithë shqiptarë që në ndjekin kudo, dhe në internet, në YouTube, rrjetet sociale, ne do e nxjerrim tani këngën, ta shohim dhe ta dëgjojmë të gjithë bashkë, dhe do kthehemi në studio me një performancë fantastike alla Why Not. Tani këtu në Why Not, jemi të rubrika si ta bëjmë mizën balen.
Fenomeni i fundit, në fakt që është bërë Miza Balen, është një vajzë e cila është bërë shumë e famshme në Instagram, paktën që është rrjeti më i përdorur, për një video që ka qarkulluar. Vajza në fakt ushtron profesionin e gazetares dhe ka filluar duke qenë gazetare në protesta. Vajza ka qenë në protest, lodhja orët e panumërta në protest e ka kapur një gazetar, vajza ka bërë shaka duke thënë që ka marrë protest për të kërkuar burr dhe bam, është bërë fenomeni momentit. Ora nuk e marrë vesh si keq kuptohet njerëzit sot, po mua më pëlqen jashmase shumë humori dhe sarkazma që ka kjo vajzë. Ju lutem ta ndjekim pak videon të shohim për çfarë bëhet fjalë. Se jemi të vegjël. Falenderoj shumë Ronaldo, falenderit shumë që më nxorën në televizor, ka qenë ndrej me që e vogël që një ditë shkatroj këtë sistem dhe më pas dan televizor dhe them që në Rama ik në gjë kështu. Po Rama ik. Po nuk e them dot. Po për çfarë po proteston sot Jona? Kotun sot nuk isha ç'bëja tjetër dhe tash po dal tu se ndoshta shikoj ndonjërin që mund hym punë, po deri tani jo. Ka të ka për gjetur burrën në protest. Një burr. Po si e do burrin që Gjat, brun, ke një shtëpi. Që sa po bërtiti nga publiku e pas ka parë video Ka hallin tim ndoshta. A do burë edhe ti zemër? Do burë? Uj! Kago. E dashur, shkurt Jona. Jonada Zelka Jona. Jona je bërë fenomeni momentit, je bërë virale. Pa dashur në fakt. Pa dashur. Pa dashur. Po si ndodhi më i motë? Doli videoja, ti tani ndërkohë je gazetare vetë, që je gjithmonë në terren të protestat vetë, edhe në një farë mënyrë kjo ishte tip ironie nga ana jote? Unë jam në çdo protest, duke qenë se mbuloj politikën. Duke qenë se protesta zjasin, ka probleme njerëzish, ka probleme gazi, ka probleme pa fund. Ishte thjesht një moment ku bashkë me djalin, që shoku imi është gazetari në një tjetër televizion, thamë bëjmë diçka për shaka, thjesht për humor me njëri tjetrin, sepse ishim lodhur pak. Ose siç e themi ne, ishim trashur. Ishim trashur. Pa fund ishim trashur keq. Çfarë do bëjmë? Ishte një moment që kishte rënë pak intensiteti i protestës dhe bëm këtë humorin, shakan ton. Po. Kur unë i them faleminderit shumë që më nxorën televizor. Ndërkohë që ti je gazetare politikës. Nuk është aq sa për të thënë. Videon e postova unë. A e ke postu ti vetë para? Po. Kjo është për duat rëkitje? Video është marrë nga Instagram im, në fakt, dhe të tjerët e përdorën si kur shiko këtë gocën që bënë e nëzorën komplet nga konotacioni që unë po bëja, besoj se këtë më kupton shumë mirë dhe ti. Që të shke me të, se imi kish kuptuar shumë. E ke marrë veshë? Ore, na hodhi tjetri, po ngres zërin, merni filanen, arrestoni Rozalatin se ka dredhur marijuana në studio. Ndërkohë, që ne, unë edhe Baby G, me fakt duke treguar që kishim duhan dhe drodhëm një cigare duhan, thjesht me një letër më të gjatë si vetë këngëtarja që e kishte në klip. Kjo është problemi, mendoj se njerëzit duan të marrin ato që duan vetë, kështu që po mirë, duke kaluar dhe në nivel ofenduese, po këtu le të themi që tregohet pak ignoranca atyre. Si që ke kuptuar ti, besoj se dhe shumë njerëz e kanë kuptuar që ishte shaka, ishte thjesht humor, por kishte edhe nga ata që duket sikur nxorën tër hallet e jetës, tër problemet, tër fatkeqësitë në videon time. Se kuptoj se çfarë i bënte ndjeshin mirë këto njerëz, ka pasur komente skandaloze, njerëz, nuk e di, ofendime nga më të ndryshmet. Për shembull, mami jote kur e ka parë që u shpërnda videoja jote të tha gjë? Unë mundova që ata mos ta merrnin vesh sepse dia që ta merrte keq, por njerëz tjerë treguan e ke parë Jonën ç'bën kur kom burrë për internet. Kërkon burrë për protestë. Mami tjerë di kështu ç'a bën. Dhe kur shkova në shtëpi nesmen, pasi e kishe parë dhe më thot, po ti çfarë ke bërë në internet? Më tha, ke kërkuar burrë aty ti tha. Duar kërkitje për mamin. O gjithsesi, si mamat. Okej, asaj duke shë pak ideja që ka të shmëndur vajza, se me den po e të shojmë punë, po të kërkom burë. Fakt së gjë keqe për të kërkuar burë, nuk e di se që është i shqiptarët. Ta mendosh, nëse je duke kërkuar burë, pse jo? Ti po kërkon për vete në gocë, mami po kërkon për mu. Kështu ndodh. Po, doli në intervjist, a kërkoj burë për rozë dhe unë rria të si pem.
Ma, kështu që të kuptoj sinqerisht. Mami jo të më kuptoj mua. Që vajzë mirë e bën. Jo, mami im personalisht qeshi me lotë e tha që ka e papar. Dhe unë thash dhe marrë në studio këtë vajzë dhe do i them hajde qik të lutem, sepse si mua më pas kanë kish kuptuar, si ty të kanë kish kuptuar. Ty të ka kish kuptuar masa, mua në rasti konkret më ka kish kuptuar vetëm njoni. Që njoni është i tillë që është i kish kuptuar shumë nga të gjithë të Unë gjyq nuk tjerë. përfundova, ndërsa ti ka shkuar rasti më keq, do të edhe në gjyq. Flasim, kemi shumë gjëra për të diskutuar këtu, por ka dhe nga ty. Ka dhe nga ata si unë shurkojnë burr, por nuk gjenë protesta. Okej, a duhet të protestojnë vajzat beqare? Vajzat beqare duhet të përpiqen ta gjejnë një burr. Unë për shumë kam parë diçka, që më ka bërë më shumë përshtypje në komentet, kishte një moshë e madhe që nuk pres që ta kuptonin çfarë po bëja unë, ndoshta thonë ç'po bën kjo idiote, si më kanë cilësuar. Por kishte vajza shumë të reja që shikoja nëpër foto, sepse ditën e parë u fiksova dhe kontrolloj me të vërtet komentet, dhe ishte tmerr. Dhe thash po këto që janë pak a shumë mosha ime, seriozisht e kanë, domethënë, që edhe sikur një femër në vërtet thotë unë po kërkoj burr. Nuk është turp kërkosh burr, vajza. Kërkoni burr, nuk është turp. Ora, ndërkohë më trego pak për këtë punë, ke patur ndonjë eksperiencë me gazin lotësiellës që përdoret? Gazi lotësiellës është skandaloz. Është, nuk e di, domethënë, problem për gazetarët, problem për protestuesit. Nëse ata që protestojnë në një farë mënyrë e kanë marrë masat sepse e dinë që do përballen me gazin, për gazetarët bëhet e vështirë sepse jenë punë, duhet protestosh, duhet durosh dhe gazin, dhe në fakt një komente që mua më ka bërë shumë për të qeshur, kishte lidhje me gazin lotësiellës dhe një nga djemt aty komentonte, kjo vajza duhet jetë me vërtet shumë e dëshpëruar për burr sa duron gazi lotësiellës në çdo protestë. Dhe kjo ishte bukur. A kjo më pëlqeu. Të do të thënë, edhe pse kisha komente që përgjithsisht ofendonin, kishte edhe si këto komente që më bënin të qeshja, nuk e merra me të keq, tash okay, unë kam bërë shaka, ky ironizon në një farë mënyrë tjetër, ishte e bukur. Ne të ftuam të rubrika Miza Balen, që do të thotë, unë e kam bërë shpeshherë vetë këtë gjë. Unë në këtë studio jam martuar një ca herë. Ja 3-4 herë po një herë jam martuar, e mbani mend edhe ju. Dhe tham, duke qenë se ti po kërkoje burr në protest, tham pse jo, mos ja gjej burrin e të why not. Kështu që unë ti kam gjetur disa kandidatë në Duke qenë se protestë nuk marrë seriozisht, ne vërtet të bëjmë fakt të kryer mizën e bëjmë balen, jo balen, po e bëjmë një glob më vete. Kështu që ju lutem, do të doja të vini këtu në studio, kandidatët e Jonës, që del Jona në protest, që rrezikon gazi lotësiellës me orë të tëra që lodhet. Jonës, why not? I ka gjetur kandidatët për burr, ju lutem. Dhe, le të ftojmë tani kandidatët për burr për Jonën. I pari është Giulio Guzhinieri. Giulio, shefi kuzhinës, ka 7 restorante. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Giulio. Përshëndetje, të lutem, më rri aty Giulio. Të ftojmë tani kandidati numër 2. Ftojmë kandidati numër 2, Abi Tironsi me 2 shtëpia. Abi, mirë se erdhe, Abi. Shkemi, Abi. Përshëndetje, si jeni mirë? Si ja kaloni? Kam marrë për këtë sot. Po, kartë për atë, po. Dhe, mora vesh që këtu në korridoret e Ora News ka ardhur një dhondër. Ju lutem shumë, dhondri për Jonën! Gjaja! Mire, të lutem. Qa bëhet, po që ka surprizë, unë nuk e dina që ua Gjaja po kërko ka për nusë gjithashtu. Jona e dashur. Pasa marrë seriozisht. E dashur, të lutem, më qonë në këmbë, të lutem, dhe dua të më drejtohesh këtu afër, vjenve më shtu një qik më këtej, ashtu, Jona e dashur. Ke të parin Giulio. Giulio, qa bën ti Giulio? Unë jam Giulio, jam shef restorantesh, një 7 restorante i kam në punësinë time, gatuaj vaktet shumë mirë, po aq mirë sa tha gatuaj vaktet, gatuaj edhe në nusen. E gatun edhe nusen? E gatuaj edhe nusen shumë mirë. Më falë, po si? Ta marrë mirë apo kequ? Kjo gatimi nusës ta marrë mirë apo keqte? Si merret kjo? Si gatuan ti? Unë e gatuaj, marrim ciganin, hedhim gjitha zarzavate, marrim edhe nusen dhe e gri. Giulio, kandidati numër 1 për Jonën. Shkoj pak edhe Tiranë, Kemi. Tiranë se vetë, që.
kandidati numër 2, Abi Tironsi me shtëpia. Fol, Abi. Në thonë drejtën, pash videon që deshte një brun gjatë me shtëpi, po, të shi unë brun, I gjatë. 2 metra jo, I qik më pak. Le të themi që Abi është futbollist dhe snajperist. Për më tepër. Po, Ke dal? s'm ke pati mu? Jo, në fakt, jo. Po që dhe ishe lumëtur. Shive jekët. Gjesti. Po të s'm ke pati? Ka që një letë në kokë. Abi Tironsi sa shtëpia ke vlla? I ke çelsat e shtëpisë, sa ke këtu? Kom Në fakt, 2 dhe I një garazh. kova, po gjithsesi okej. Shumë s'bën keq. Okej. Ka 2 dhe I garazh. Kom edhe I garazh. Kemi të tretin, por jo më pak të rëndësishmin, Waxha Xhaxha. Okej, Waxha Xhaxha, mu prezanto të bëfsha se së të dhja për kështu quni. Unë para nuk kam, as guzhinier nuk jam, as shtëpia nuk kam, por do të premtoj që pasportin e Instagramit do ta jap. Do ta premtoj. Nuk e bëj një sot. Zena dukshtia. Ka zgjedhjet për burr, kanë nga kandidatët Shiko, që unë kemi mendoj se këtu. mund të gatuaj vetë, duke qenë si një shtëpi e kam, a Instagrami më nuk e di, më duket shumë interesant. Do kesh më shumë Zgjedh besim? Waxha Xhaxhën. Waxha Xhaxha, të lutem. E pra mishtemi, Jona zemër. Për kënaqësinë tonë që na erdhe, unë do të doja të këshilloja nga ana ime, jepi sa më shumë gaz me humorin tënd. Sa më shumë humor, sa më shumë shaka, edhe nëse nuk e kuptojnë, unë dua shumë që të ketë sa më shumë elemente këtu në Shqipëri, që ta zdruktarojnë një çik të mentalitet të gdhëndur keq shqiptar. T'japim pak forma, kështu që me pak humor, me dashuri, ne mendoj se ne mund ta ndreqim. Se jo. Në fakt ku bën dikush tjetër mos ta marrësh për keq. Thjesht qeshesh. Vetëm të qeshësh, take it easy njerëz, çdo gjë është humor. Humor, me mizë balet, ne këtu janë si gjetëm burr. Waxha Xhaxha, të lutem me jonë në një pasarel, të lutem. Okej, muzika, ju lutem. Gjatë shift. Vazhdoni. Piko fare, po mirë, po edhe unë vasë mund të kërkoj burë, kështu që do më qoni dhe mua, ju lutem? Ku do me shku ti? Ku di unë atje? Kërkoj, vasë edhe Roza kërkon burë. Se jo. E ma ka vete ku. Këtu vas publicitetit. Dua të falenderoj patjetër Oazin e Gjelbert për lulet e freskëta që na sjell këtu në studio, sidomos kjo lule e tavolinës më pëlqeu shumë për këtë puntat. Ndërkohë falenderojmë gjithashtu dhe Bona Siciliana që na shoqëron, na freskon në çdo episod që kemi këtu. Pse jo, kaq të nxehtë sa jemi, e kemi nevojë. Miq, tani është momenti për të ftuarin special. Kemi, pikërisht. Kemi një të ftuar shumë simpatik, do të thoja është fenomeni momentit, do të thoja që e do gjithë Tetova, në fakt e do gjithë Maqedonia, kështu që ai ka ndezur, ka dhez shumë zhurmë, është shumë transparent, shumë i drejt për drejt, është një reper që po bën namin, kështu që normalisht nuk ishte si mos mungonte në studion tonë. Ftojmë këtu në Why Not Sam! Kanë filma, ke qytetin e delina. Kanë filma, ke qytetin e delina. Nomi! Sam, si e? Mirë, ti? Mirë, faleminderit. Si ke qenë? Mirë, me punë. Mirë, me punë, me projekte muzikore. Me sa duket, e gjitha audienca shqiptare të pëlqen jashtëmase shumë. Qa mendon ti, se pse pëlqen të ty? Ose di, ndoshta theksin që kam, se kam pak si Kosovar, pak si, se jam edhe një Shqipëri, kam pak edhe
edhe pak si Shqipërisë, edhe pak si Maqedonisë. Një Shqipërie nga cila anë? Elbasani. Nga Elbasani. Oh la la! Semi ka bërë shumë zhurmë, kënga jote fundit është një gur, dy pluma. Është një këngë, do me thënë që nuk e di, do me thënë si reptur, duke komplet, perëndimore. I love it! Kënga jote një gur, dy pluma është disë shumë i fort, bë gjitha. Zdo i thëja disë është këshu kundër përgjigje. Kundër përgjigje? Po. Pse? Se për ata që kam fjallën, ata më kam bot disë mu. Nuk i kam, jo se si kam njoftë, po s'kam pas kontakt me ata. Ata më kanë zirë disë mu, pas taj unë e kom këthy kundër përgjigje. Ke këthyre kundër përgjigje në tënde? Zdo i thëja këshu disë, po loj disit edhe... Thonë që ti e ke këtë disë me Hellbanians. Hellbanians, këta qunat që bëjnë hip-hop në Angli. Nuk e dja është e vërtet, neve munduam të kërkonim në Google, po nuk është se pam do një informacion, apo do një intervist, gjëkundi që mundet ata për shumë të të kenë sulmuar ty, nuk pam asë gjithë të tjilë. Kënga nuk është, do me thonë, nuk është veç për një palë, kënga është për ka dhe tjerë persona, do me thonë, që janë që unë kam folë, do me thonë. Pra ndaj që s'kam dalë asjerë të temi, kam bo për këte, kam bo për këte. Do me thonë, kam bo për i grupë njërës. Shumica e njerëzve më kam pa për shemull prej i vendi ku, si për shemull kohët Noizit, kur ka dalë Noizit ka arë prej Shqipërije, ku nuk ka pas shumë muzikë, do me thonë shumë repera prej Shqipërije. Unë kam dalë prej Maqedonia dhe jam me fakte, gjeni mund të them jam i vetëmi. Nga Maqedonia që po bën zhurë. Bravo për këto. Bravo! Tetova! Edhe ndoshta është edhe ajo arsye për shembull me thonë kjo menojnë se jam vetë ose ai gja e di që ja pret menja. Po për muzikë unë s'fal. S'fal për tekste. Bravo, po thonë gozat. Po dëgjoj këto gocat që janë duke pyet njëra tjetrën, ka të dashur, ka të dashur. Keni dashur? Ja. Një gocë? Ja. Ja. Që është një horoskopi e? Peshqit. Peshqit? Oke. Asa të poshtra që i ka këtë publiku. Unë në futa dhe dëgjova këngët e tua me vëmendje. Në një ndër këngët ke disa vargje që thua s'kam qajt kur ka vdek Tupak, garant ka me qajt kur ka me vdek Katili. Këte e kam bo, unë jam i 94, Tupaku ka vdek 96, në këtonë. Unë muzikat ja di Tupakut, të më thonë jam rrit, kam në gju Tupakun. Po nuk e kam pa atë rëktimin që ka bo, unë e di si të vdekt atë, unë vesh muzikat ja kom një. Edhe unë kam qenë i ri, unë anglisht s'kam dit, kështë që kam gju Katilin, për mu Katili është ka qenë edhe do jetë legend në muzikë gjithmonë, do jetë legend? Se këtë i tani ndryshe. Legend apo legend? Legend. Legend! Oke, qyqë. Edhe pra ndaj kam bo, unë nuk i kam bo për asë një farë arsye, unë e kam bo për vetën time se unë jam rrit me këngë të Katilit, kështë që unë e kam thanë, unë se njëftë të pakë. Po mirë, po tani që je duke bashkëpunuar me Noizin, si kënon këto vargjet? Si kam problema, si ka problem. është realiteti, është... S'kam qajt ku ka vdek Tupaku, kam e qajt ku ka me vdek Noizi? Samiri. Samiri, tamam. Samiri, një personazh që në fakt edhe reperat e tjerë po të sulmojnë shumë në vargjet e tyre, po t'i bëjnë shumë diset. Ka dalë kjo moda e diseve. Qa me bë? Po mirë, me që ti e kishe përmendur Tupakun, unë kam merak të bëj testin sa Tupak je këtu në Why Not. Të lutem kena më sill syzet. Oke. Ua gjëgja thash se isha akoma me kostum dhëndri o burë. Sem, jemi në testin sa Tupak je. Sem, a i arrestuar ndo njerë? Po. Po? Si ka ndohë? Në vit dytë jemi zanë me dhe shok.
Keni zanë në vit 2, kështu. Si ka përfunduar? Ke shku në spital? Jo. Je vrashun? Jo. Okej, cool. Jemi marrë vesh pas. Jeni marrë vesh. Sem, a të respektojnë qunat e lagjes? Po. Të respektojnë? Jo të lagjesh, po gjithë qytetit. Gjithë qytetit. Bravo. Sem, a ke pirë marijuana në ambjente publike, se në ambjente private në interesant? Jo, ashtu as kështu. As ashtu as kështu? Okej. Sem, a ke pirë alkohol dhe je bërë hangover dhe ke patur një situatë funny që do të ndash këtu me ne? Po. Aha. Ka ndodhë para i muje, Aha. po gjusë është fani, kjo është qikë situatë. Kemi ikë të bëjmë i fotosesion, kemi pi qikë aty, pastaj kur ka qenë Vanes, ku kemi ikë me bë foto. S'ka qenë këshu... Ambient, magazina, gjëra, okej. Kur kemi hypë në ashensor, ashensori për 4 veta, ne kemi hypë 7 veta, po 2 të mdhej, kupton? 7 veta me 2 të mdhej. Po, kemi hypë 7 veta. Pas keni qënë 14 veta, dëshë me thënë. Edhe kam histori këte në këput ashensori, kemi qenë të vdek. është këput ashensori të? Si, janë këputur kablat? është këput teli dhe kemi ra thirët ajo blokash. Thirët ajo gjana që të blokon. Kemi ra prej kati 4 dheri katin e 2. Kështu vup? Po, për 1 sekund. O zot. O zot. Në fakt... E kam i qikë fobi tani, mas nuk hypin e për shumë. Nuk hipën. Pra le të themi që për pos semit, frikë më të madhe kam edhe unë, mos tem, që vuaj nga lartësia. Gjithsesi, në testin sa Tupak je, kemi pyetje në fundit. Sem, të lutem, ashtu si vetë Tupak, a do e bësh një dis të shkurtër tani? Po? Ha? O në konvizion, e kena punë e profesion, me t'i dhike që i donë, unë takon se e kërkon, da i sanë shumë, e bona me këte bitë që që. Sem, je vërtet fantastik, je i papar. Komplimentet e mia. E mbyllim testin sa Tupak je. Dhe kthehemi tani në vibe-in e Why Not. Sem, unë di që ti dhe grupi jot, djemë të qërini bashkë, keni një tatuazh që keni kodin tuaj. Është tatuazh që shkruan Medellina, që është edhe kënga që ke bërë, qyteti Pablo Escobarit. Kënga Medellina dhe është një numër romak. Numër romak është, apo jo? Po, është data e Medellinës. Data ku ka dalë kënga Medellina. Edhe e keni bashkari, sa veta e keni këtë tatuazh? E kam unë menaxherim dhe DJ-ja. Unë do e bëj menaxherim edhe DJ-ja. Pra ti nuk e ke, unë se kam. Ke tatuazhe në përgjithësi? Asnjë tatuazh? Jo. A ke në plan të bësh tatuazhe? Do e bëj këte. Këtë, Medellinën? Po, Medellinën. Medellinën do të bësh, apo do të bësh... Do e bëj i herë këte datën, pastaj do e bëj Medellinën. Okej, sepse ajo është ideja dhe për ne këtu në Why Not. Tham, pse jo, mos ta bëjmë tatuazhin direkte këtu në studio. Të lutem, mu bëj gati sepse tani do bëjmë tatu prej vërteti. Gjeni! Pra miqtë mi, ja ku jemi në studio në tatuazhit Why Not? Sem, ja përshikojmë tamam, kemi këtu Gjenin. Gjeni është artistja e tatuve që më ka bërë dhe mua tatuazhe, ka bërë dhe asistentës time tatuazhe, i ka bërë të gjithë dhe tatuazhe, kështu që e në dorë të sigurt. Është më e mira. Gjeni! Unë ja fjallën që si tatuazhi parë nuk do t'i dhëmi, sepse jemi të qetë. Të qetë, nuk bëjmë të vuajmë. Po edhe po që se na dhëm, ta fik mikrofoni regjia, zemë, kështu që s'është problem, edhe nëse të vjen për të shak. Okej. Ndërkohë, që Sem tani do bëj tatuazhin e ti, do bëj datën romake, që është data që ka dalë kënga Medellina, ne këtu do lexojmë pyetjet e Instagramit. Jepje dashur. Vazhdo. Gati. Pyet e Semin, pse ka thënë se nuk do bëj kur bashkëpunim me Gold AG, thot Endrit 11. Se ajo është stil tjetër, unë jam stil tjetër, zbesoj që na i herë na i muzikë do na ishtë për shtatë, kupton?
Sëmundja. Se bashkëpunimet janë këto në mes, ikim gjithë mes artistëve. Okej. Nuk është se ju përshtatet stili. Fair. Sem, pyetja tjetër është nga Berat Ziberi. Pyete Semin se të cila këngë u bo i famshëm edhe prej kujt u ka bo i famshëm? Unë jam bo prej këngës Medelina. Po. Dhe kënga Medelina ka pas menda fjallën unikatil. Po, ajo fjallë ka bo shumë buj. Më ka qenë mu shumë derë. Unikatilin e kam përmondu shumë artista. Po, e atë du dalë. Unikatili ka në ekip 40 pjestar. Janë TBA 40. Të 40 e kam përmend Unikatilin. Se s'kam bo bujësion. Prit, e dyta, sa repera shqiptari e kam përmend Unikatilin. Se s'jam bot famë shumë sion. Mu Unikatili nuk më ka thire me më thonë shtine emrin tem. Unë e kom bo vetë. Do me thonë, unë e kom bo me forcat e mija. Bravo. Mu Unikatili nuk ma ka marë me më thonë, me më dzirë me marë në TBA ose me më thonë, me më dzirë para publiku, të më thonë. Unë kam dalë vetë. Unë jam bëj famë shumë vetë. Bravo, self-made. Bravo. Era SSS thot, pse nuk ban tatu? Ja. Këtu dhim ka. Këtu dhim. Po të kujtoj që po bëm dhe tatuazh. Drilon Gashi, a ishe martuar me Rozala? What? Këshu driton, nuk të dëgjua pyetja. Se dëgjova. Shumë dhe më për zotin. Pita, shumë dhe më për zotin. Atere, pyetja tjetër nga Instagram, Antuela Vispost. A keni më u pajtu na i herë me Feron? Jo. Okej, na falë. Zbesoj. E kam edhe arsyen. Pse? Se unë nuk jam zanë me ate. Unë jam zanë me tjetër kanë. Po. A i ka hy për tjetër kanë në problem me mu. Me i mbajt anën diçka? Po, i ka mbajt anën tjetër kujt. E më ka shajt për tjetër kanë, për shokun e vetë, ka shajt mu. Ta shi shoku vetë ka dalë prej aty, nuk është label ma. Kuton, a largu, a i ka met, keq. Në këtë situatë? Po, kështu që unë nuk kam qa pajtohë me atë, se a i nuk ka arsye për më pajtohë. Okej. Dren Kameri, a do ta kishe lënë muzikën për një femër? Jo. Jo, qartë pastë pa gabim. Në të gjitha këto këngë, thot Luisi, që kënë dzirë kohët e fundit, a i kishe përkushtu ndonjë dis Feros, nëse po të cila këngë? Që i kisha përkushtu. Të kishe të bërë në i dis? Jo, nuk më ka bo personalisht aj. Për me e bo personalisht edhe unë. Kështu që, se besoj që isha... Kemi Edit Durham for Life. A pi gjona, sene, cigare, me thonë ka shkruajtur një larmishmëri, lëndësh narkotike. Lëndë narkotike jo, përveç cigares. Cigare. Cigare me pik. Kush është pija jote preferuar në klab? Në klab, përdel? Klab, vodka, belvedere. Okej. Dhe pse s'pi shumë alkohol, po s'ka gjë i pi gjitha. Atëre, kemi Samuel Emini. Sem, kush është miku jot më i ngusht nga reperët? Më i ngusht nga reperët? Jo të pa famë shumë, po menoj prej trive është Ili, shoku im që 10 vjetë e kam. Okej, që nuk ka lidhje prej karierës muzikës. Po, që s'ka lidhje, po është, do me thonë tashi veç se ka marrë me
ka marrë pak i qik me dhes, ka pak. Po, kështu që njifët Noizin. Noizin. Po. Semi të egzosh. Egzoshete? Maroj tatuazhe. Të lutem tregoje, dua një fokus në kamera. Bravo. Dhe pastrem. Kujtim e ke nga Why Not. Rej, hajde afro Rej të lutem dhe do na bësh një foto si që jemi ne këtu me tatuazhin në dorë. Faleminderit shumë Rej. Tani, përpara se të çojmë Gjeni, faleminderit shumë. Artistja tatu që është e papar Gjeni, faleminderit e dashur. Kemi një pyetje. Do i bëjmë edhe gjana tjera. Do i shtosh tash, po do shtojmë ato pikat. Ato pikat. E shqip që se mbyllëm të marrë. Ua, po tash për këtë s'do bësh. Keni prapë se i dhimbje. tashtun. Se i të. Deshe vetë. Je deshe të gjithën. Mosëm. Opa. Zëmbi qik, vla. U bo, a? U bo. Tash i vëm me pikën. Sem, dua ta mbyllim duke dhënë ti një mesazh fansave të tu, të gjitha faqeve në Instagram që kanë Sem for Life, Sem numër 1. Çfarë janë fansat e Sem dhe që hapin faqe Instagrami për ty dhe të suportojnë? Një mesazh për ta. I dua shumë, edhe këto 2 muaj do kenë shumë muzikë për meje. Oh my god! 2 muaj dhe ka shumë muzikë. And that's Sem, baby! Tatuazhin e parë, në fakt ky tatuazh është një simbol, është një kod që Sem e ka me miqtë e tij, gjitha që ka të bëjë me këngën me Delina. Dhe ne thamë pse mos ta marrim artisten dhe tatuartist të vi dhe t'ja bëj tatuazhin këtu. Kështu që Sem, ne duhet ta bëjmë gëzuar me bëlla siciliana. Këdo me sheg apo këtë me limon. Këdo. Këte. Okej. Ja ku e kemi dhe hapse. Ja ku është e imja është këtu, më vjen keq. Kështu që Sem, gëzuar për tatun e ri. Nice, e shishme. Pra, jemi që jemi, duke marrë parasysh që Sem është një reper i ri në treg, por ka ish pak kohë sa ke në treg, ke shkaktu goxha zhurmë, goxha buj. Ke bërë ata që janë më të mdhenjë, më të vjetë në base, të të komentojnë edhe të të sulmojnë. Fundit, Sem nuk ka asnjëherë reklam të keqe zemër. Reklama e keqe ndonjëherë është më e fortë se reklama e mirë. Kështu që Sem, unë dua që ti të tregosh veten tani, të bësh një freestyle nga ana jote. Unë dua që të gjithë këtu ta dëgjojmë dhe ta përkrajmë sa më shumë, sepse Maqedonia Tetova ka reperin Sem, i cili po thyen rekorde, po thyen klikimet. Kështu që why not? Tu në studio, Sem të bëj freestyle-in e ti. Sem, stage është për ty. Yeah. Take this mild drug and you will have a nice sleep without any nightmares. Yeah. I say yeah. Ti nashta emrin e kitoni, mos do me thonë që je Montana. E nashta di me knu mirë, bitch, po nuk i bjen që je Elvana. Na, e çdo qytet e kom respektin, ti dal për derës të mohalla, se ka tra o drog, ki përzi me kriminalla. E ma jam fort, kena kokat kejt kralla, cili kundështoni qojna pluma si t'falla. Ju kom thonë që nuk kom lujt kur, e kom mare, e kom njapi një tigra me një takilja. E kur pun sa kam botu urit, kena dale, kena shit me që bukën të familja. E çdo përk që kom bo si fmi, unë kom dale, kom krypa e zit të mes burave. E çdo tamë që kom mare, kom kalzu, që ato kom respekt edhe pi kurvave shit. Ta përdin që kontrollim do vend që shkelin që ato tuta për na nuk ka problem. Se kena dasht asni jar asni problem, po nëse don atëre mirë se na vjen. Ta përdin që kontrollim do vend që shkelin që ato tuta për na nuk ka problem. Se kena dasht asni jar asni problem, po nëse don atëre mirë se na vjen. Ajde mirë se na vjen, ajde mirë se na vjen.
Ky ishte Wake Up People! Këtu me sen, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve. Miqtë mi, ne duhet ta mbyllim në mënyrë më të bukur këtë Why Not. You got the tattoo. Jep. Kështu që mendoj se u kry mënyrë më perfekte kjo vizita jote. Besoj do vish prap. Mbas suksesit tjetër. Kur do bëj një tatuazh tjetër do vi prapë, kështu që I bëjmë tatuazhe ku studentë. Me që fillum këtu.